Ndoshta se ke parë, një video që unë ka filluar ta hedh shpesh, nuk është video që kemi bërë ne, ku një qen rruge, qen pa zot, duket që është një qen rruge i shkreti, shumë i bukur ndërkohë, pret në Prishtinë, pra video është në Prishtinë, është një video me siguri amatore duhet jetë ajo, por që e kanë hedhur, e hodhi një media këtu, unë e mora dhe po e bëj krye fjalë tani, po e bëj në çdo emision, që t'ju mbetet njerëzve mirë, se si një qen rruge në Prishtinë pret së bashku me kalimtarët që të hapet semafori i jeshil të kaloj vijat e bardha arbër. Kjo më ka bërë shumë përshtypje. Do ta shohësh? Jepi le ta shohë arbri, se me Sebastianin kemi. A nuk është e mrekullueshme? Qeni qytetruar. Si ka mundësi? Qeni civilizuar. Si ka mundësi? Simbolik është kjo, po thot shumë arbër. Ti që e njeh dhe Tirana dhe Prishtinën, si ka mundësi? Ç'është kjo diferencë e madhe? Unë mendoj që ka disa shpjegime në këtë, edhe mund ta kapësh në shumë aspekte. Më thuaj 3. Po unë preferoj mos ta shoh fajin shumë të popullit. Unë mendoj që si Jo, nuk e kam për popullin, kam për elitat. Ku do të dalë? Mendoj që si popull nuk ka ndryshime të mëdha. Më shumë kemi ne perceptime që popujt janë ndryshe, si një lloj miti që e krijojmë, domethënë kur e sheh nga një perspektivë elitare, se sa që realisht ka ndryshim. Popujt janë një lloj dhe zakonet janë shumë mos them të njëjtat. Mirë, po çfarë dallon nga Kosova në Shqipëri dhe që reflektohet në skenën politike dhe mediale? Mendoj që Shqipëria në këtë fazë është në fazën e monopolizimit të ekonomisë. Ekonomia po përqendrohet në shumë pak duar. Ato duar natyrisht janë edhe pronarët e medjave. Po, ato duar natyrisht janë të lidhur edhe me politikën dhe me qeverinë. Kastrat Zamir, këta dy janë. Në momentin që janë dy, po themi, apo 5 persona që janë si ka, cilët e kontrollojnë ekonominë, e kontrollojnë median dhe kanë raportin me qeverinë, dhe qeveria u shërben atyre, atëherë kemi vetëm një parti që shërben këtyre dhe kaq. Të tjerat janë jashtë tregut. Pra nuk ka pluralizëm ekonomik. S'ka asnjë intrig më shumë thua ti. Është kaq parëzi. Është një moment si para shekullit 20, fundi shekullit 19 në Amerikë ishte momenti i trusteve. U krijuan monopolet trustet dhe filloi pastaj një fushatë e madhe për antitrust. Në atë kohë. Roosevelti, Theodore Roosevelti. Në momentin e krijimit të trusteve humb liria. Nuk ka liri kur ekonominë e kontrollon një palduar. Kur një sektor të tregut e kontrollon një kompani e vetme. Dhe ky është momenti i Shqipërisë. Në Kosovë ende ka, le të themi, faktor ekonomik të ndryshëm. Ka dhe atje kompanitë mëdha, korporata, oligark, por nuk është përqendruar ende pasuria në 2-3 duar në Kosovë. Ka një rezistencë. Qeveria vetëvendosjes, që është me farë logjike socialdemokrate, si shumë parti europiane të qendrës majtë. Qeveria vetëvendosjes përpiqet që të vendosë një kufizim në këtë aspekt, që të mos monopolizohet tregu, mos mbetet tregu vetëm dorë në arbrit. Qartë. Po mbeti tregu vetëm dorë në arbrit, pastaj lirit tona janë fiktive. Liria jote pastaj është vetëm të zgjedhësh te supermarketi, do marrësh patatina të gjelbra apo të kuqe. Fiks. Ç'ket tjetër liri. Nëse janë përqendruar në Shqipëri, fatkeqësisht e kemi këtë momentin e përqendrimit të pasurisë dhe partia në pushtet, e cila patjetër që ka brenda dhe njerëz të mirë si çdo parti tjetër në Shqipëri. Asnjë parti nuk është e bërë vetëm me njerëz të këqij. Bile shumica e njerëzve kudo janë njerëz të mirë. Mirë, po partia në pushtet, programi i saj qeverisës është në funksion të kësaj lloji ekonomie. Qartë. Dhe ata persona që nuk ju pëlqen ky lloj programi brenda kësaj partie, nuk gjejnë hapësirë. Gjejnë hapësirë as brenda partisë vet. Pra kjo është situata dhe prandaj domethënë rrezaton si një lloj, le të themi, monizmi, por nuk është ai monizmi i komunizmit që ne kaluam. Është një monizëm tjetër dhe këtu duhet analizuar çfarë lloj monizmit është. Sepse monizmat e zhvilluar në Europë në shekullin 20, që kanë qenë natyrës për shembull të ekstremit djathtë ose të ekstremit majt, fashist apo komunist. Po ka pas edhe të natyrave të tjera, regjime autoritare që s'ka qenë asnjëra as tjetra. Këto kanë qenë monizmat të krijuara mbi një koncept unifikues të kombit, mbi një ideal kombëtar, po themi, ose mbi një ideal internacionalist komunist. Po ka pas një ideal në lojë. Te qeveria e Shqipërisë, te kryeministri i Shqipërisë, unë jam i sigurt që ai vetë beson që nuk udhëhiqet nga ndonjë ide. E sheh veten si qenie pragmatike par excellence. Ai thotë unë s'jam as i majt as i djathtë. S'jam as shuaz as shumë, mos me etiketoni, nuk ka i etiketa. Tani këtu lind pyetja, një person që nuk i shërben një ideali. Çfarë ndodh me atë person? Kujt i shërben ai person? Një person që nuk i shërben ideali është vegël i dikujt tjetër. S'është i zoti vetes. Qartë.
Do unë mendoj që një person që tjetë i zoti vetës, të ketë liri vetjake, duhet të ketë një raport me një ideal. Në momentin që ti nuk punon për një ideal, po thjesht tjerë në kërkim të oportunizmit rastit, të pragmatismit rastit, atëherë ti e një mjet i përdorshëm nga çdo agent që dëshiron të të përdorë, dhe unë mendoj që në këtë rast, pas një lloj konspiracioni, është agenda e bizneseve të ndaja dhe korporatave, që e përdorin këtë kryeministër për të realizuar gjitha interesat e tyre, dhe në fakt e realizojnë në Shqipëri interesat e tyre. Nuk ka një rezistencë në tyre. Mendoj që rezistenca është demokratike. Dje po i shifja, për shembull, disa media amerikane, Bloomberg për shembull, tregonte që 14 raste të mëdha i ka hapur administrata Biden e kaluara në Amerikë, i ka hapur kundër korporatave të mëdha amerikane dhe globale. Raste që në total ishin triliona dollar që bëj fjalë. Nga këto 14 raste, 7 i kishte fituar, 4 i kishte humbur, 2 janë apel, tjerat ende s'ka filluar gjyqi. Pra qeverit kudo për të rritur një nivel demokracie, i vënë barriera interesit monopolizues të disa korporatave të mëdha. Vjen barriera, Bashkimi Evropian ka vendosur barriera të mëdha ndaj monopoleve, ndaj Facebookut, ndaj gjithë këtyre kompanive të mëdha që po zotrojnë sektor që sot po zvendësojnë median, po zvendësojnë komunikimin. Dhe janë monopole, janë private. Kështu që ti si regulator publik, si qeveri, duhet i vendosësh barriera. Këtu s'ka barriera. Këtu qeveria është me monopolin. Mos është dhe ky para se t'ja lë fjalën Sebastianit që mund të pyesë për ndonjë gjë. Mos është kjo ndoshta pikërisht kjo që sapo the tani dhe forca e Edi Ramës? Mendoj që kjo ndihmon shumë në zgjedhje. Kjo ndihmon shumë në zgjedhje. Fakti që s'ka asnjë bindje, që s'ka asnjë sepse këto lloj kompani ne flasim, kanë kapacitet të madh ndikues në shoqëri për shkak të punësimeve që bëjnë, për shkak të interesave ekonomik që përfaqësojnë, për shkak të fuqisë mediale që kanë. Pra këto kompani, tash këtu lind pyetja tjetër, dhe prandaj po them që këtu preket edhe pluralizmi politik realisht. Nëse një parti e qendrës majt, siç presupozohet të jetë Partia Socialiste, nuk i vendos barriera oligarkëve, korporatave, po thjesht bëhet me vedi e mjetit tyre, vegël e tyre, ose partner, ose ortak. Ose ortak, a di çfarë ndodhet atëherë? Atëherë ndodhet që në të njëjtin moment ja ke vjedhur djathtës terrenin. Në fakt, unë mendoj që mënyra se si është qeverisë zoti Rama, pas një lloj keq kuptimi, mendoj që është më e djathtë se qendra e djathtë. Qartë. Pra, ndërkohë emrin e ka socialdemokratë. Përveç taksës progresive, ka marrë nga majtë dhe gjithë tjetër. Është ne kush e di sa, është një taks, po s'është kush e di sa progresive. Nuk është e krahasueshme me taksën e Gjermanisë atë Francës. Do vi. Po vjen. Unë e shoh që nuk është çështje taksash, është çështje e barrierave që i vendoset monopolizimit tregut. Pra, sa do t'i lë Marianit ne të kontrollojnë në këtë treg? 80% apo 20%? Sa do t'i lë Marbrit? 80% apo 20%? Ktu po shkohet drejt 80%. Secilit po i lihet një masë e madhe e sektorit vetë tregut që ta kontrollojë. Në këtë moment interesat ngushtohen edhe nuk ka vend më për demokraci. Por shiko çfarë ndodh, ç'është interesante. Në aspektin formal e uzurpon qendrën e majt socialdemokraci, në aspektin përmbajtësor e uzurpon terrenin e djathtës. Realisht e djathta gjendet përballë një impasi, një lloj bllokimi edhe të zbatimit të politikave të veta, sepse e djathta duhet ishte partia, kompanive, korporatave. Ose detyrohet të bëhet shpesh kliente e këtyre. E djatha e herbasere bëhet dhe kliente në Shqipëri. Po dhe s'ka çfarë bën me e djatha. E djatha nuk i shërben dot këtyre kompanive më shumë se sa po i shërben Rama. S'ka si i shërben. Se çfarë do bëjmë më shumë? Do të pyes pastaj më vonë cila është zgjidhja. Do flasim. Si mund të rikthehemi prap në demokracinë funksionale, pra në rotacion normal, siç ka qenë dikur Shqipëria, se ka qenë. Po. Deri në 2013 apo jo? Le ta themi. 8 gjithmonë. Po ka qenë se në fund fundit dy palë zgjedhje janë bërë të rregullta. Nano humbi dha dorëheqjen, Berisha humbi dha dorëheqjen. Para se ndonjë atje nuk ka rëndësi, po që. Po. Tani në një status që ke bërë në datën 13 maj në Facebook, një nga shkrimet e tua shumë interesante, Sebastian, nuk e di e ke lexuar apo jo? Po, e kam lexuar. Ti thua Arbër, në mandatin e 4 Edi Rama po fiton grupi parlamentar më të madh të historisë vetjake. Dhe ke dhënë 3 arsye. Kjo nuk kupton, thua ti. Mundësinë për ndryshime kushtetuese, ndoshta drejt një sistemi gjysmë prezidencial apo prezidencial, gjë që do të mund të garantonte qeverinë alla Macron, duke u shkëputur nga partia. 2. Uljen e rëndësisë deputetëve në nivele të reja. Zvoglimi i rëndësisë deputetit shkon doradorës në zvoglimin e rëndësisë së parlamentarizmit dhe demokracisë. Dhe 3. Uljen e peshës bandave dhe faktorëve mediatiko-biznesor të lidhur me politikën. Këtë që sapo pak a shumë e preke. Sebastian, këto 3 pika që sapo lexova unë tani që janë nga statusi, nga shkrimi i Arbrit. Ty duken sakta, apo ndoshta Arbri ka haruar ndonjë tjetër?
Të treja qëndrojnë faktikisht për të ndalur tek ajo që tha Arbri pak më herët. Ne kemi një problem që nuk kemi biznes prodhues dhe jemi kthyer në ekonomi importi. Dhe nuk e di se sa të fuqishëm mund të jenë bizneset e importit, kur gjatë gjithë kohës ti nuk ke prodhim vendas për të bërë një lloj kundërpeshe, le të themi, që të konkurosh rajonalisht. Për shembull, nëse do të shohim statistikisht, një nga problemet më të mëdha që kemi është tek Ballkani i hapur, ku më së shumti sot shohim defaktorizim të produktit të brendshëm shqiptar, qoftë në bujqësi apo qoftë në aspekte të tjera. A është ndjerë kjo edhe në Kosovë, ky lloj defaktorizimi i Shqipërisë, domethënë çfarë ka ndodhur me deficitin tregtar dyja vendeve? Po u futur shumë terma ekonomike, se do ta mbanin. Jam dakord si perspektivë. Ne duhet shohim edhe çfarë modeli ka zgjedh për shembull Shqipëria për zhvillim dhe çfarë modeli po zgjedh Kosova, se edhe këtu ka një dallim që lidhet pastaj edhe me demokracinë. Kosova po përpiqet të shkojë në një model zhvillimi të bazuar në prodhim që do të thotë edhe në rritje të produktivitetit. Pra, Arbri është punëtor në një kompani. Sa vlerë prodhon Arbri dhe pastaj kjo lidhet edhe me sa rrogë merr Arbri. Pra, Arbri prodhon 1000 euro vlerë, merr 700 euro rrogë, po themi. Shu shkon ajo logjika, po themi, në çdo vend botës. Rritja e produktivitetit. Sot Kosova, për shembull, sektorin e agrokulturës dhe agroindustrisë, ka produktivitetin më të madh për person të punësuar në këtë sektor, në rajonin tonë Ballkan. Shqipëria më të voglin. Është shkatruar bujqësia. Tani, nëse do ishte bujqësia, fokusi i zhvillimit të Shqipërisë do ishte dështim, po s'është. Është shkatruar me vetdije sepse i duket e panevojshme, që mendoj që është gabim. Cili është modeli që zgjedh Shqipëria? Se edhe kjo tani lidhet. Mua po më duket që modeli i Shqipërisë me këto ndërtimet, si më thonë, pak nga janë keq, nga janë mbase dikujt i duken edhe të bukura ndërtime ku diun natyrës me xham strukturor, si më thonë një lloj moderniteti, po kullat e këto. Kjo i ngjan atij glamurit të vendeve të gjirit, të Dubait. Domethënë, Pra, mirë po, në Dubai, rubrika që kemi nisur ne, që do ta vazhdojmë her pas here, kur na bie rasti, në Dubai, Ramsi 4, si Leoni 14, Ramsi 4, a është momenti që ky do zgjidhet, a duhet shpallur mbreta? Ramsi ngjan se e faraoni, Ramsesi. Ramsi, nga ajo e kemi marrë. Nga ajo e kemi marrë. Në Dubai nuk ka demokraci. Në Dubai është monarki. Apo shkon Shqipëria drejt kësaj Arbër? Tani, pse e them atë të parën? Unë nuk mendoj që do bëhet mbret Rama, nuk besoj që do përsërisë rrugën e Zogut. Mund të bëhet president. Po, me rezultatin që ka marrë në këto zgjedhje, 83 deputet, unë nuk kam ndonjë të dhënë, por gjasat janë që ai mund të bëjë një reformë kushtetuese. dhe i duhet 94. Po lehtë ka për të siguruar, sepse tani opozita është e demoralizuar, janë disa deputet besoj që ta mund të siguroj. Nëse i duhet ta bëjë këtë punë e bën tani dhe e bën vetë, mendoj që këtu duhet ta ndjej një lloj droje, ndoshta edhe sistemi i drejtësisë, sepse edhe ata mund tash me këtë shumicën që ka, edhe ata mund t'i bërë në presion. U duke shenjat e para dje në fakt, apo sot kur ishte Dumani me atë. Por unë shpresoj që megjithatë shpresoj të mos ndodhë kjo, se është më rëndësishme që drejtësia të jetë funksionale. Mirë, po presioni do të rritet. Nga ana tjetër, në qoftë se Rama e sheh që 4 mandate janë boll si kryeministër, po nga ana tjetër mund të mos ketë edhe qef të dalë pension, sepse ka dhe një gjë që I ri është. jo, nuk është vetëm ajo, po me këtë lloj situate që po krijohet në drejtësi, ai që Jashtë pushtetit mund të jetë rrezikuar. Pushtetin mundet edhe që të jetë kontingjent, po themi burgu, po themi, unë nuk dëshiroj të jetë ajo, po mund të jetë. Kështu që në këtë rast ai mund ta ndjejë të nevojshme këtë punë dhe një mundësi është kjo puna e sistemit presidencial apo semi-presidencial. Gjysmë presidencial. Ku edhe heq dorë nga thot, ok, 4 mandate janë boll, bëni çfarë doni me partinë. 2029 thua ti, unë do bëhem president, po president si Macroni për shembull. Macroni kontrollon politikën e jashtme, kontrollon jo, ai drejton mbledhjen e qeverisë, kontrollon mas të madhe politikat qeveritare. Jo të gjitha, po kontrollon mas të madhe politikat qeveritare. Pra kryeministri në Francë është një lloj koordinatori, nuk është sigurisht. Nuk Miles Sedima semren përgjithsisht, nuk është aq i rëndësishëm. Tani është François Bayrou, po tani janë keq aty. Nuk është një figurë me gravitet të madh. Ndërsa presidenti është ai që graviton, që nga koha e De Gaullit, po edhe përpara. Edhe pse me 7% popularitet Macroni, ka ikur kështu, pikjat fare. Domethënë atje po tallën keq në Francë. Këtu bën liderin e madh, del takon Ramën, i thore e di kështu. Është perl. Po Macroni, megjithëse Macroni i tha do hini 2027, ndërkohë atje s'ka shumicë parlamentare, është partia e tretë Macroni. Macroni ka të bëjë me një tjetër opinion publik, ka të bëjë me një tjetër ekonomi, që është shumë më e madhe dhe shumë më vibrante se kjo jona. Qartë. Nuk janë atje tre njerëz që kontrollojnë gjithë ekonominë. Është më plurale gjëja. Këtu është bërë. Pra le të themi që këtu nuk është puna që përfundoi politika pa pluralizëm edhe media. Po këtu fillimisht është ekonomia që përfundoi pa pluralizëm.
Arbër, që të fitojmë kohë sa më shumë, se kemi edhe një 2 ose 3 ndërprerje. Më vini mesazh tani, nga një dashamirës i emisionit, ku më thotë, të lutem, nga që po dëgjon me vëmendje, thotë, si mund të jetë Edi Rama i djathtë, kur ja jep tokën me VKM dhe KKT shokëve të tij pagar, thotë. Një, si është Rama i djathtë, kur ti sot nuk e ndan dot një vit i qartë mes Partisë Socialiste dhe shtetit. Si është Rama i djathtë kur nuk e njeh meritokracinë? Si ti përgjigjesh këtyre pyetjeve? Çfarë do të them është kjo? Unë nuk po them që Rama është i djathtë apo që është i majt, nuk po merrem me këtë lloj etiketimi. Unë po them që Rama i merr terrenin të djathtës. Qartë. Duke u bërë, le të themi, në një farë mënyrë duke tretur kufirin ndarës midis shtetit edhe kompanive, korporatave. Pra si më thonë, interesi korporatave është edhe interesi shtetit, korporatat kanë interes që ta mbajnë këtë qeverim pushtet, çfarë do bëhet djathta më shumë? Pra ai merr terrenin. Unë mendoj që Rama ka thonë nuk dëshiron të etiketohet as i majt as i djathtë. Rama sot, nesër e kur do tjetër, bën atë që i duket më e përshtatshëm për momentin. Pra, ai vetë ka thënë këtë punë dhe ne duhet ta besojmë që është as i majt as i djathtë. Por ai ka marrë terrenin dhe unë mendoj që kjo është, si më thonë, nuk është lojë fair në demokraci. Demokraci është mirë që megjithatë të kesh një pozicion dhe të kesh një program ideor mbi të cilin ti zhvillon një dialektik. Unë kam rrugën time, ti rrugën tënde, dhe ne të dy s'ka nevojë të zihemi me njëri tjetrin me sharje, por të dyja bashkë rrugët plotësojnë udhëtimin e një shteti drejt zhvillimit. Kosova demokraci për momentin, Shqipëria stabilokraci. Je dakord me këtë formulë? Unë i kam në shkurt për edhe për arsye të vendit, mund të ketë nuanca këtu. Unë nuk e shoh stabilokraci Shqipërinë. Kosova është e vërtet që për mendimin tim paktën, po edhe për mendimin e shumë kujt që ndjek këtë çështje, ka një nivel më të lartë demokracia, ajo dallohet edhe te mediat ku është vështirë të gjesh. A mund ta fillojmë nga zgjedhjet, më fal që ndërpres. Zgjedhjet këtu do mandatin e 4 me 83 vota. Albin Kurti mandatin e 2 nuk ka dot shumicën e thjeshtë. Merre kështu pse e marr nga mediat. Është vështirë të gjesh në Kosovë një media që nuk e shan Albinin. Është vështirë të gjesh në edhe mediat e ashtuquara të mëdha apo jo? Po, edhe po flas jo për figura anësore, po në sensin e politikës editoriale. Ndërsa është vështirë në Shqipëri të gjesh media që në politikën e tyre editoriale kritikojnë Ramën. Një patjetër, kjo Pra, s'diskutohet. domethënë që këtu dallohet. Kjo është shqiptare fare po. Tani unë s'po them që Albinit i pëlqen ta shajnë. Nuk i pëlqen, po nuk ndërhyn, nuk dëshiron të hakmerret ndaj tyre, nuk dëshiron të Nuk dëshiron apo nuk e lejojnë. Po, në radhë parë që ka tentativa, se po të kishte tentativa mbase nuk do ta lejonin. Po e vën diskutim këtë që thuati, po s'është që ka tentuar të hakmerret. Pra, mendoj që as nuk dëshiron. Mendoj që ka diçka, në politik nuk mund të jesh shumë cip holl. Jo po më shau, po të shau, okay, vazhdo. S'ka nevojë të nxehesh në politik. Pse të shau dikush? Politika jo. Duhet të jesh cip trash apo jo? Duhet të durosh. Të shajnë, okay, nuk ka nevojë të hakmerresh. Në momentin që ti bëhesh hakmarrës, bëhesh idhnak, në një farë si ma thaj mu këtë, do t'ja mbaj menda në pas 2 vitesh. Asaj media unë nuk do t'ja pronarit tender, ma. Po fillove t'jesh i tillë, pastaj natyrisht që rrudhet demokracia, rrudhet liria. Në Kosovë kjo nuk është. Këtu më duket që është pak. Te media një, po tjetër, para se Fjana Sebastian. Shiko, është edhe në kulturën qytetare. Te zgjedhjet. Si ka mundësi në Kosovë nuk kontestohen zgjedhjet? Shiko, ma thua dot? Kjo një, po e dyta është dhe kjo tjetra. Kosova ka treguar, populli i Kosovës ka treguar një pjekuri në kuptimin që ka ditur të bëjnë ndryshime. Ka ditur të votojnë ndryshime, dhe ndryshime rrënjësore. Ka ditur të ngrej parti të reja. Të gjitha partitë në Kosovë ka një moment që mbahet mend kur janë ngritur momentin atyre historik. Pra është LDK-ja ngritur në fillim të viteve 90, mbi bazën e sistemit demokratik që po vinte si i ri për gjithë lindjen europiane dhe mbi bazën e internacionalizimit të çështjes Kosovës dhe me një mision të madh historik të presidentit atëhershëm Rugova, është PDK-ja ngritur në kohën e luftës dhe pas luftës me këtë emër pas luftës, e cila vjen me një mision çlirimtar. Për Kosovën, kryet ai mision, pastaj natyrisht kur kryen misionet, partitë përfundojnë pa mision në rrugë të tjera. Dhe është vetënduese që lind në vitin 2005, po në politikë futën në vitin 2010, me një mision antikorrupsion edhe me një mision të ndërtimit një politike të re, të një fryme më normale europiane. Jo në terma parajsor, po një fryme europiane. Populli i Kosovës ka ditë të japi besim në momentin e caktuar. Ka ditë të t'ja u heq besimin këtyre partive. Nuk është lidhur me një parti për jetë, dhe ta mbaj këtë parti 50 vjet.
Këtu unë shoh që ka një raport më, po megjithatë unë mendoj që nuk është çështja te preferencat personale. Në këtë rast unë mendoj që edhe opozita është dashur të marrë masa më shumë në Shqipëri dhe të punoj pak më në mënyrë sistematike për ndërtuar një alternativë më kredibile dhe më... Pra, e shoh edhe opozita në një farë mënyrë nuk e ka bërë krejtësisht fushatën ashtu siç duhet, nuk e ka ndërtuar imazhin e vet ashtu siç duhet. Se Arber, ti hyn tek ata që mendojnë që po të ishte dikush tjetër në vend Sali Berishës, Rama do ishte mundur. Jo, nuk e them këtë. Unë mendoj që nuk e shoh të lidhur shumë me... Mendoj që zoti Berisha patjetër ka meritat e veta, nuk e shoh. Jo, nuk flas për Berishën si person. Unë them kushdo që të ishte, mendoj unë, mbase e kam gabim dhe kjo është një analizë gjatë për të bërë. Mënyrën se i ka kapur ky sistemin, futa që the pak më parë. Kushdo që të ishte Arber, unë them do kishte të vështirë. Shiko, çfarë mendoj unë? Unë mendoj pritshmëria ime, aq sa e kam analizuar situatën, edhe sa kam lexuar sondazhet, pritshmëria ime ka qenë që do të fitoj PS-ja, po do të fitoj më pak se 75 mandate. Kështu kam lexuar situatën, edhe ne kemi biseduar madje bashkë gjitha këto. Mirë, po fitoria e PS-s kaq shumë mbi këtë lloj rezultatit pritur, më tregon që megjithatë ka ceduar diku edhe politika opozitare ose organizimi opozitar. Nuk mendoj që kjo zgjidhet duke zvendësuar një person me një tjetër. Mendoj që do një punë pak më sistematike, pak më afatgjatë. Opozita ka pas hallet e veta dhe është marrë për kohë gjatë me hallet e veta, me ndrejtjen e problemeve të brendshme të veta. Mendoj që kjo i ka kushtuar pak. Sidoqoftë, mendoj që duhet futur një energji e re në politikën opozitare në Shqipëri. Duhet futur një energji e re. Këto parti që janë, ndoshta partitë tjera, duhet futur një energji e re, duhet gjetur edhe një emëruesi përbashkët. Gjitha partitë kanë programet e tyre, patjetër, cilat është mirë edhe të kultivohen e të përparohen si programe, po duhet gjetur edhe emëruesi përbashkët për aksionet saktuara që ruajnë demokracinë. Sepse përndryshe, nëse do të mbetet secila parti opozitare me agjendën e vet dhe kur nuk do të bashkëpunojnë, do të jetë shumë e lehtë për qeverinë që t'i menaxhojë. Se kemi Arber do sot, ta shfrytëzojmë dhe në fund të kuptojmë si e shikon, çfarë qasje ka Arber Zaimi, pra si e shikon nga Kosova Shqipërinë, duke qenë se tani ky i njeh dyja vendet, Arber. Arber, pse se ka uruar ende Kurti Ramën? Si e sheh? As Trumpi. Dakor. Kurti dhe Trumpi vetëm se të tjerët e kanë uruar. Shiko, Rama ka fituar zgjedhjen në Shqipëri, ashtu si dhe Kurti ka fituar zgjedhjen në Kosovë, as Rama nuk e ka uruar Kurtin. Tani do të të pyes ti, pse s'ma bëre ti këtë pyetje mua? Pse se ka uruar Rama Kurtin? Zgjedhjet atje kanë qenë diku para 3 muajsh. Po pra, se ka uruar, Jo, se nuk ka urim. Si ka mundësi Arber? Mos ndoshta nga që s'kapi dot Kurti, doli partia e parë, po s'kapi dot shumicën. Shumicën e thjeshtë. Po, shiko, fitoria e zgjedhjeve është fitoria e zgjedhjeve. Krijimi i qeverisë është diçka tjetër. Kur të krijohet qeveria, patjetër që do urohen qeveria e re që bëhet. Kjo është formalitet ajo. Po tani ne jemi te faza e fitores zgjedhjeve. Po këta nuk shkojnë fare ti Arber me njëri tjetrin. Po unë mendoj që këta dy kanë muhabet me njëri tjetrin, bisedojnë. Jo, mirë, ata flasin, patjetër, nuk është se flasin. Po duhet të them që po nuk e onepsin dot. kur ne e shohim, gjithmonë e shohim, more ky Kurti pse se bëri. Po pse se shohim këtë anën tjetër që ky tjetri pse se bëri pari. Fiks. Se edhe këtu unë mendoj që ka një gjë që të gjithë e shohin Kurtin me lente, mos po bën një gabim ky Kurti. Kjo është mirë se tregon pritshmëritë që kanë njerëzit ndaj tij. Po te Rama kanë filluar të harrojnë njerëzit çfarë bën e çfarë bën Rama. Jo, sigurisht. Ja, i kanë heq bizën, a nuk e di çfarë ndodh. Ka kaluar çdo lloj kufiri ai, po patjetër. Nuk e di. Po, unë mendoj që është mirë që të urohen, patjetër edhe është mirë që të... Shiko, Shqipëria dhe Kosova duhet i bashkëndojnë politikat, pavarësisht kush është kryeminist apo kryetar shteti. Duhet i bashkëndojnë politikat sepse janë dy shtete megjithatë të vogla. Edhe ne jemi një komb që edhe sikur ti bashkosh gjithë shqiptarët është megjithatë i vogël. Dhe në një rajon që është po ashtu rajon i vogël dhe i parancishëm, i gjithë Ballkani nuk është rajon i rëndësishëm sot për Europën as për vendet e mëdha. Kështu që në këtë situatë ne duhet bashkëndojmë interesat që të arrijmë të çojmë përpara, mendoj që ende për popullin ton, ende Europa është synim. Kështu që për ta çuar përpara këtë synim evropian ne duhet kemi një lloj bashkëndimi në projekte, në reforma, në zhvillim. Ti beson Rama, ti mendon që Rama është i bindur dhe e beson vërtet që në 2030-ën mund të hyjmë, mund të bëhemi pjesë anëtare me drejtë plota e BE-s? Ai e përdori në fushat, unë shpresoj që të jetë, por unë kam një dyshim në këtë punë. Unë aq sa takoj zyrtar evropian. Si do duk samiti tani? Fusin e samitin. Aq sa takoj zyrtar evropian, unë nuk kam parë entuziazëm për zgjerim në Europë. Sot po flitet mirë për Shqipërinë, po thuhet që Shqipëria dhe Malizi janë front runners, janë në krye të garës drejt Bashkimit Evropian. Po para 5 vitesh thuhej që Serbia
dhe Maqedonia janë front runners. Kam hall mos është kjo një farë rotacioni, hajtë se tani jeni ju 2, mbas 3 vitesh do janë 2 tjerë në kryet garës, po apo ndodh integrimi është çështja, se integrimin e shoh që nuk ka fort përkrahje sot për sot të votuesit në Europë. Dhe kjo përkthehet edhe te zgjerimi, për zgjerimin. Te zgjerimi. Kjo përkthehet pastaj edhe te forcat politike që marrin qeverisin ato vende. Tani, ka një problem tjetër, që në mungesën e zgjerimit në rajonin tonë, po zhvillohen disa modele autokratësh. Nuk është vetëm Shqipëria. Janë disa modele, po themi që tentojnë drejt autoritarizmit politik. Diku me sukses, diku pa sukses, po tentojnë. Të tipit? Autoritarët, mund të marrë Vučićin, aktualisht. Në Serbi, aktualisht ka të burgosur politik, se ka dhe protesta. Një zonjë profesoresh ati është në grevurie dhe ujë, në burg. Pra po i fut në burg profesorët. Ajo është e tmerrshme. Por me gjithatë ka momente, po themi, autoritarizmi ekstrem. Që du të them është kjo, që këtyre liderëve autoritarë të Ballkanit, bas edhe nuk u duhet Bashkimi Evropian. A din çfarë u duhet këtyre? Këtyre u duhet tregu i përbashkët Evropian. Këta janë shumë dakord me propozimin e Macronit, që mund të jetë shumë shpejt edhe propozimi i Mersit, për integrim me disa shpejtësi. Po e ka thënë ai. Me marshe të ndryshme. Çfarë është integrim me disa shpejtësi? Ai thotë, sa vende thotë vetëm treg përbashkët, thotë tani për tani. Integrimin më vonë, fillimisht vetëm treg përbashkët. Po unë po të them që liderëve autoritarë të Ballkanit u duhet vetëm tregu i përbashkët. Nuk ju duhet pjesa tjetër. Hiç fare si duhet. Po morën tregun e përbashkët, thonë falenderit shumë këtë desha. Marrin dhe fondet. Po, marrin fondet, fillon rritet tregtia dhe thot ai të drejtat. Po mirë, ky është thjesht në nivel propozimi i Macronit, duke se e ka kaluar në Bruksel. Po, mirë, po të ndodh kjo, unë kam frikë që Ballkani pastaj do jetë më interesuar se autoritarëve, liderëve autoritarë të Ballkanit. Autokratë. Nuk u intereson kriteri demokratik. Këtu jam dakord me ty. U intereson vetëm ekonomia, ka që thjesht. Ai thotë, a ka mundësi ti të më fusësh në treg përbashkë mua, pastaj këtë punën e liris medias, e liris qytetarëve, e drejtave, këto s'më interesojnë shumë të të. Bile lodhen nëse ju flet për këto. Të shofim pak edhe, ti jetë në vete ti, qike këto që... Kjo është logjika. Nuk e kuptojnë që Bashkimi Evropian, në shtyllat e veta themeluese, në 3 shtyllat e veta themeluese, një prej tyre është demokracia, lirit dhe drejtat. Vem se kujdes, në bazë se është momenti sot, sepse është muhabeti gjatë. Po askush mund mohoj ndërhyrjen flagrante të Francës në këtë rast, nuk po them të kujt tani se mund të jenë shërbimet, mund të jetë Ministria e Jashtme franceze që ndodhin në Rumani. Ti si majt ndoshta kjo gjë s'e ka prekur shumë de Sebastianin, por ajo që ndodhi atje ishte flagrante. Do të thënë atje kanë dalë hapur dhe kanë thënë u favorizua kandidati pro-europian, ndërkohë që ky tjetër ishte favorit, ishte shumë lart, gjithë prisnin fitonte ky, që selekcioni si ekstrem i djathtë, pak tash ai ishte djathtë i vërtet. Ti e pesh ndodh pra. Nuk e kam ndjekur pash atë. E kanë mask të punë demokracisë ndoshta morti. Në këtë moment në Europë janë duke u shfaqur 2 lloje të djathtës fort. Domethënë nuk është një linjë djathtë fort. Për shembull, kryeministri i Italisë, Meloni, dhe kandidatja presidenciale e Francës, Marine Le Pen, për shembull, nuk janë afër me njëra tjetrën. E di, bile nuk janë asnjë grup parlamentar në Bruksel. Po themi, prandaj unë i shmangëm pak këtyre termave. I përkasin nominalisht të djathtës fort, por nuk janë afër. Ose se Le Pen në fakt është socialiste, nuk është e djathtë. Jo, programin e saj ekonomik. Ka një dallim këtu që është geopolitik. Mbaj çik dallimin këtu, se do bëj një pauzë në Aragongu. Do të mbyllë iden që se mbajti mend... Po, ideja është kjo që ka 2 qasje edhe të kjo djathta e re, ose djathta e fort që po lënd edhe po forcohet sot në Europë. Po flisim flisim për Europë. Është një dallim, po themi... Pa për të thënë sa shanse ka Shqipëria të antarësohet, po për këtë po flisim. Po edhe këtu lidhet e. Le Pen e shet të ardhmen e Francës dhe të ardhmen e Europës si të shkëputur nga Amerika dhe të lidhur më fort me fuqit e lindjes. Një lloj ideje që përputhet diku dhe me Duginin, me Euroazinë e Duginit. Një kontinent si ai që ka dashur bëj Napoleoni ose më vonë Hitleri, që fillon nga Portugalia edhe mbaron te Japonia. Pra një fuqi e tillë. Ndërsa Meloni, e djathta e Melonit është një djathtë e lidhur fort me Washingtonin. Është një djathtë transatlantike. Këtu ka një përkim fort mes të dyjave dhe këto të dyja, jo që janë pjesë e një grupi, po s'kan as komunikim. E me gjithatë, Le Peni, kjo është në qeveri, Meloni,
Po mike afërt e Edi Ramës, unë e bindur që ajo... Dërsa Le Pen u dojsh nga mundësia me këtë gjyqin e fundit. Mi, dakord, nuk po flasë për asnjë se është Bardella. Po. Problemi është që Le Peni në Francë është partia e parë. Aktualisht po me pëlqyeshmëri, po patjetër. Prandaj them unë që Çfarë do të them është kjo që Rama mund të bëj piruetën e madhe që gjithsesi ta kapi trenin dhe ata të votojnë pro? Kjo punë e integrimit varet edhe me cilën nga këto të dyja të djathta të bashkëpunon. Shiko, unë mendoj që në Ballkan, realisht, shekulli 20, dhe Ballkani fatkeqësisht është ende, si më thoni, kapur nga shekulli 20, s'po del do në shekulli 21 Ballkani. Shekulli 20 Ballkan ka qenë një shekull i dominuar nga fuqitë lindore. Për Ballkanin flas. Me përjashtim po themet Greqisë edhe të Turqisë që, okay, kanë qenë pjesa NATO-s, po pjesa ballkanike ka qenë e kontrolluar nga fuqitë lindore. Ballkani për të dalë në shekullin 21 duhet të shkëputet nga ndikimi i Moskës edhe i paras kineze. Për momentin unë shoh që ka një tendencë, nëse jo të hapurt, të nëndeshme, për të kapur me atë lloj ndikimi të paktën ekonomik. Në Shqipëri nuk ka ndikim Rusia, por tentativa ka për ndërhyrje dhe investime që vinë. Ka domethënë vazhdimisht tentativa. Ka pas për privatizime të mëdha. Duhet të ndalem në një pikë. Për shembull, po të shohim, po marr 2015-2025, po marr një dekadë. Kishim Gruevskin në Maqedoni, kishim Đukanovićin në Malzi dhe Vučićin në Serbi. Pra po marr një trekëndër. Dhe pastaj duhet komentuar pa kjo foto që kanë nxjerrë Ledi, jo? Po, okay. Shumë e bukur kjo. Nuk e di e lexon apo jo Arbër. Po, është e bukur ajo që është aty sipër. E lexon dot Sebastian? Jo. Nuk e lexon dot? 4 mandate, 16 vite, Rama i 4, 52% votave. Po janë po i shoh po. Jo, për të parë diferencën midis Edi Ramës dhe liderëve të tjerë të Europës. Janë nuk e di sa janë atje, 40 sa. Po, flasim edhe për atë pak më vonë. Po Sebi, hajde le dio. Po të marrim të trekëndshin, pra Gruevski, Đukanović, Vučić. Në 2015 ishin, 2025 nuk janë, është vetëm Vučići në këtë krah. Rama, në Bosnjë kanë qenë, po marrë rastin, jo të Dodiku, po marrë rastin e liderëve partive nga muslimanët, po themi, ku edhe ato kanë pasur problemet e veta, dhe Thaçin. Thaçi nuk është, ka ndryshime në Bosnjë dhe në krahun tjetër Rama është. Ky tandemi Rama-Vučić në gjykimin tuaj, si ka mundësi, çfarë ndodhi 83 mandate këtë radhë? Sheh një tandem të këtij ballkanik? Sa më shkurt Arbër, që të kemi mundësi të flasim për diçka tjetër. Ka një model që po zhvillohet ngjashëm. Nuk do të thotë që këta koordinohen në këtë punë, po ka një model që po zhvillohet ngjashëm. Tani, duhet të them edhe një gjë tjetër. Liderët që shkojnë nga fitoria në fitorie, në Ballkani përkasin shekullin 20, nuk janë shekullin 21. Domethënë, ajo ideja e Xhaxhit nga fitoria në fitoria, jo në fund, në këtë shekull ajo çon në humbje në fund. Nuk çon në fitore përfundimtare. Në çkuptim të çon në humbje. Nga fitore, po në kuptimin që unë po flas edhe për Vučićin, po mendoj edhe në Shqipëri, një koncentrim i madh i pushtetit në konditat ku ky rajon detyrimisht ose do të shkojë drejt Europës ose pastaj do të vuaj nga presioni i fuqive lindore dhe do të ketë këtu trazira nëse nuk përcaktohet e ardhmja e këtij rajoni. Akumulimi i pushtetit në këtë mënyrë dhe mbajtja e këtij lloji pushteti kaq gjatë, unë mendoj që e vonon rrugën europiane këtyre vendeve, nuk e shpejton. Po askush nuk ka interes Arbër që të shkojnë në Evropë. Ja të shpjegoj një gjë. Po dakor, mirë, po kjo e vonon, po them. Vučići, kur e mori Serbinë, Serbia ishte më pranë integrimit evropian se sot. Po. Ai vazhdimisht thotë ne do futemi, Europa është interesi jonë etj, po ja që është më larg sot Serbia. Unë du të them që këta lloj liderësh nuk i përkasin shekullin 21 edhe nuk është ajo frymë që kërkon Europa. Mund të thotë dikush ishte edhe Merkel 16 vite. Po Merkel ka menaxhuar një krizë globale. Edhe ishte një shtet, Gjermania, që mbante barrën e saj si më thonë, lokomotiva e Europës. Ne nuk i kemi këto kushte në Ballkan, nuk është mirë edhe të bëhemi megaloman tani të themi që dhe ne si Merkel. Nuk e ke atë peshë, nuk e ke atë detyrë, nuk janë ato pritshmërinë ndaj teje. Si do qoftë në politik, unë kam kuptuar një gjë tjetër, askush nuk lëshon udhë. Në ç'kuptim? Domethënë nuk ka politikan që ose parti, po themi politike, që vjen në moment dhe thotë, a din çfarë, hajde futu ti tjetri se unë po lëshoj udhë. Nuk lëshon udhë. S'është kategori politike. Domethënë duhet ta hapësh rrugën tënde dhe këtu po them që opozita megjithatë nuk duhet në këtë moment të dëshpërohet, po duhet të filloj me herë riorganizimin, edhe të filloj të çel rrugë të tjera të shpresës. Unë mendoj që për popullin shqiptar megjithatë ka një të ardhmë të mirë përpara. Për të shkuar pak te Kosova që nuk hapet udhë, prandaj nuk hapni udhë me Albulena Haxhiun për të shkuar drejt zgjidhjes Ngarçit? Atëherë në Kosovë duhet të sqarojmë si është situata.
Në Kosovë, zgjedhjet e shkurtit kanë prodhuar një situatë ku vetëvendosja ka dalë me 42% partia e parë, që është një fitore goxha e mirë për një skemë politike, nuk ka nevojë të fitosh shumë më shumë se kaq për të bërë qeveri. Është PDK-ja partia e dytë dhe LDK-ja partia e tretë, të dyja bashkë kanë më pak vota se vetëvendosja dhe më pak deputet se vetëvendosja. Gjashëm është situata në Gjermani. Ka fituar CDU-ja e Mercit, ka dalë e dyta AFD-ja, e treta SPD-ja, SPD-ja, Socialdemokratët. Është shumë normale në një demokraci, kur nuk ka kushte krize apo lufte civile, që partia e parë i zgjat dorën të tretës për të bërë koalicion. Shumë normale. Ju ja zgjatët LDK. Ne ja zgjatëm LDK sepse ajo është e treta, e para, dhe natyrisht që neve na intereson kjo. Koalicioni midis partisë parë dhe partisë dytë është në një farë mënyrë mbytës për demokracinë. Kjo quhet në termat gjerman për shembull gros koalicion. Kjo ndodh në momente kur ka një krizë që po ndodhe dhe për të menaxhuar krizën bëhen bashkë dy parti të mëdha. Por si të kërkosh tu të bëhen bashkë PS-ja dhe PD-ja, nuk ka nevojë të bëhet bashkë PS-ja dhe PD-ja. Dy partitë e para ruajnë një distancë demokratike ndaj njëra tjetrës, që të vazhdojë dialektika demokratike, që të vazhdojë demokracia, liria demokratike. Ne i kemi zgjatur dorën partisë tretë, kemi pas bashkëpunime përpara. Përgjigjja ka qenë e çuditshme, do është pak përgjigje cinike, se unë e kuptoj pse ata nuk pranuan. Ata nuk pranuan me shpresën që duke mos bërë me vetëvendosjen, duke bllokuar vetëvendosjen, do humb 2-3% vetëvendosja, do rriten ata 2-3%, po s'po del shumë sondazhe. Sepse populli e kupton cinizmin. Nuk është që ti mund të jesh kaq cinik edhe populli nuk e kupton. E kuptojnë gjithë të loj. Do shkoj Kurti në zgjedhje për t'i rënë shkurt? Tani, kështu është çështja. Gjykata 17 ishte sot dështimi. Gjykata kushtetuese në Kosovë në vitin 2014, kur ka qenë një situatë e ngjashme, ka thënë kryetari i parlamentit takon partisë parë. Kaq. Ne nuk mund ta diskutojmë këtë punë. Për qeverinë, po, për qeverinë ka afat. Zgjidhet kryetari i kuvendit dhe pastaj ke 2 javë kohë, bëje qeverinë. Nëse se bën dot, i kalon PDK-s apo LDK-s, le ta bëjnë ata, s'ka problem. Po kryetari i kuvendit me vendim gjykatës kushtetuese i takon partisë parë. Dhe është e padrejtë që mos ta votojnë. Sepse dhe ne do t'u votojmë atyre nën kryetarin e kuvendit. Si kemi vënë ndonjëherë kushte nën kryetarin e kuvendit, do bësh këtë apo atë. Pra është e padenjë kjo për demokracinë, ky lloj kushtëzimi. Sa i përket qeverisë, unë mendoj që opsioni vetëvendosjes më i mirë është që të bëhet qeveria në bashkëpunim me një nga forcat, s'ka problem. Por nëse jo, le ta marrin ta bëjnë ata. Po fillimisht bëhet kryetari i kuvendit. Opsioni i zgjedhjeve është, po themi, jo i dëshiruar, në kuptimin që s'ka nevojë sepse sapo u bën zgjedhjet dhe prodhon shumicë. Por nëse duan të shkojmë zgjedhje, shkojmë edhe në zgjedhje, nuk ka problem. Pra Kurti është dhe pronë zgjedhjeve. Po më nuk ka problem fare në çdo moment. Por thjesht ne na duhet le të themi një sjellje serioze me institucionet demokratike dhe me precedentet që ka pas Kosova. Nuk mund të ndryshojmë precedentet sa herë që duan ata, pse duan ata. Është e padrejtë kjo. Herën kur ishim ne në opozit, u pajtuam, tha kushtetuesi ashtu, s'kemi çfarë bëjmë, zgjodhen ata kryetarin e kuvendit. Pse është bërë pse ka shkuar gjithçka tek emri i zonjës Haxhiu, sepse nëse qen ke shekthil çështja, tërheq zonjën Haxhiu, zgjidhet kryetari i kuvendit, shkon zgjedhja pastaj. Zonja Haxhiu është deputetja, është gruaja më e votuar në Kosovë, në historinë e Kosovës. Albulena Haxhiu. Vjen nga një familje shumë e mirë me merita të mëdha patriotike. Vetë është një person që nuk ka asnjë aferë korruptive në emrin e saj. Është një person me kontribut, është deputete prej vitit 2010, ka përvojë parlamentare, ka përvojë qeveritare. Opozitarët mendojnë kështu. Po çën si ka çfarë mendojnë ata? Ata e bën kryetar Kadri Veselin, ne nuk mendonim as pak mirë për Kadri Veselin. Po, e pranuam. Ecëm përpara. Për ta vazhduar bisedën, për ta provokuar pak. Vazhdon mesazhet. Dy janë gjëra që kanë mbet njerëzve në mendje. Problemi kur hapri në fillim fare foli për tenderat. Pra, ka nevojë për një shpjegim të shumë i bukur, pra më vinë mesazhe më thonë aman, ri pak të tenderat me Afrin, se ju interesoj shumë kjo pjesa e tenderave. Nuk e di tamam se për çfarë momenti po për mediat, po. Kur tha që ata ai nuk illnohet pra, nuk illnohet Kurti, nëse i bie një media, nuk illnohet e thotë jo aty do japin tender. Atje punët vazhdojnë. Pa, këtu është diferencë madhe, sepse duhet të rritet pak të titull, jo. Dhe e dyta Arbër më shoh mesazhe që më vinë dhe kam mbetur. Interesante ka qenë dhe momenti kur fole pak për demokracinë dhe për, se thuash, kriteret për hyrjen në Europë, duke u referuar Bashkimit Evropian, pra Brukselit. Më thot Çanit, lutem, a mund të pyesësh, ose a mund t'i thuar zotit Zaimi, thot, po Ursula, pra, për të bërë që i diferencër.
3 skandale korruptive vetëm perandoresha, zoti Zaini thot. Perandoresha është Ursula von der Leyen. Si quhet kjo? Pfizer Gate. Pfizer Gate I kam qartë ato. Ursula von der Leyen ta lexoj ta dëgjoj njerëzit që pasaj. Ursula von der Leyen u akuzua për mungesë transparencë në negociatat me CEO-n e Pfizerit për kontratat e vaksinave kundër Covid-19. 2. Afera e konsulencës. Von der Leyen u kritikua për kontratat dyshimta. Hële dio, ona fut gjithve, bravo, na fut gjithve. Von der Leyen u kritikua për kontratat dyshimta me firma konsulence gjatë kohës i ministrit e mbrojtjes Gjermanisë. Fut edhe Arbri dhe Sebastiani, na fut treve të lutem. Skandali 3, skandali fshirjes në Ministrinë e Mbrojtjes. Këtë edhe informacion për publikun, që kujton se atje është nami në korupcion. Skandali fshirjes në Ministrinë e Mbrojtjes. Ajo akuzua për fshirjen e të dhënave nga telefoni së zyrtar duke penguar hetimet e kontratat ushtarake. Mos flasim pastaj për skandalin e ish kryeministrit portugez Antonio Costa, që i thoshte Oedi, tani që erdhi në samit. Kujdes, e kam për zajmin. Rama nuk bie nga pushteti në Shqipëri, edhe për një arsye tjetër. Den momenti që këta do i flasin Oedi, ai duhet gjithmonë pushtet. Kur ata ti thon zoti Rama, atje ka rënë. Të gjithi flasin Edi ka kthyer emrin në brend, më thot. Kujdes. Oedi, o miku im, tashmë presidenti i Këshillit Evropian ky, ky i skandalit të kryeministit portugez. Dha dorëheqjen ai pas skandalit, tani partia e tij thot u dënua në zgjedhje nga votuesit, Partia Socialiste në Portugali. Mos flasim pastaj për BE-n që blen naftë ruse fshehurazi nga porti Cayhen i Turqisë dhe gaz fshehurazi nga fusha Shah Deniz në Azerbajxhan në pronësinë e Lukoil Rusot. Mos flasim pastaj edhe për skandalin Qatar Gate. Është pak më i vjetër. Kujtohet po. Është i Abu Dhabi. Të lutem zoti Zaini thot dhe zoti Zonja, se nuk është Europa, unë mendoj që nuk është Europa e 1952-shit, kjo që po flastim ne. Europa ishte krijimi i CIA-s nëpërmjet ACUE, American Committee for United Europe. Tani këta e dashurojnë Ramën, këta të Europës sotme. Pra nuk është ajo e 1952-shit. Edi, thot. Po, shikom. Si mund t'i përgjigjesh këtij Qa du të temon për këtë të fundit njerë? Po flasim për këtë pjesën e Europës, pra, që këtë mesazhin e fundit. Kriteret janë për hyrjen. Unë e di që pasi hyn aty, pastaj nuk hyn në parajs. Absolutisht, domethënë, mirë, po kriteret janë për të hyrë aty. Pra te dera ata vendosin sa kriteret. Brenda pastaj ato kriteret ndoshta i zhvesh sa po kalon derën, e lë xhaketën te dera dhe futesh me këmish. E heq xhaketën. Por, megjithatë, Europa me të gjitha këto probleme që u përmenden, qartazi është një sistem vlerash më i avancuar në krahasim me pjesët e tjera që janë afër saj, po themi. Tani, është vërtet që ka lider, shumë lider në Europë që janë, po themi, mund të marrim rastin e Schröderit, kancelarit gjerman që pastaj filloi punë te Gazpromi ruse, kështu me radhë. Pra ka raste të tilla pafund. Sebastian shiftu, mos shifan dhe që dukesh drejt. Por megjithatë në Europë ekziston një sistem që mund edhe të dënoj dhe i kap dhe i dënon raste të tilla, edhe në Parlament Evropian, edhe në Komision Evropian, edhe në qeveritë e vendeve. Madje bëhet fjalë në herë për gjëra që kur i dëgjojmë na duken atë, more si dënohen këta për 2.000 euro, për 3.000 euro. Edhe po ti ishte Rama këtu do thoshe, edhe në Shqipëri dënohet thos falmeje, nga Spaku. Tani në Shqipëri po ndodhi gjë tjetër. Në dje mbani mend kanë qenë ca video bardëzi me ca ministra që dënoheshin dhe thoshin s'ka problem se partia time po më dënon. Patjetër, ato janë të. E këtu po më duket sikur ndonjëherë po përsëritet ajo partia time po më dënon, unë e votoj edhe nga burgu partinë time, atje doon është si ai libri pasardh si ka dares pak situata, por shpresoj që gjithsesi të mos jetë tërësisht rimuse me atë, po ngjan, le të themi, nëse s'ka rim ngjan. Unë du të them këtë, Europa është megjithatë një proces që qytetarët e duan për shkak se përfaqëson një standard më të mirë se ky që kemi. Nuk është parajsa, nuk e ndërtojnë si mit Europën, që futemi aty dhe nuk kemi më probleme, do ha me lugë floriri. Jo, është fut në Europë, edhe Bullgaria që është tu afër atje. Megjithatë kanë pas problemet e veta, uljen ngritjet edhe nuk janë ende në nivelin e vendeve të Europës. Ose po themi Gjermania lindore me Gjermaninë perëndimore sot kanë dallim të madh standardi ende 30 vite më vonë, pra nuk është Europa një nivelizuese e madhe.
Aty brenda pastaj prapë është garë për ekonomi, për të kapur burimet, E kuptova. caktuar për të gjithmonë. Por brenda ka ca standarde më të mira dhe popujt duan të futen aty. Nëse nuk futemi aty, pastaj duhet parë çfarë është perspektiva tjetër. E kupton se edhe këtu e kam hallin më shumë Emiratet, perspektiva Arabia tjetër. Saudite. E po tani Turqia. Arabia Saudite po kur është nafta. Më fali sekond, ne nuk kemi naftë. E po çka kemi ne? Prit, ne mund të kemi një gjë tjetër. Ta dëgjojmë. Ne mund të kemi për shembull një turizëm seksual të niveleve të papara. Tajlanda. Po është Tajlanda, po Tajlanda është shumë larg. Ndërkohë Mirë, po shikom. këtu me zhvillimin e turizmit që po bën ky Alla Rama, Zoti Dakor? Shani, unë vetëm duhet të them një gjë se do ishte të merr mos bëj. Për shembull tani kam dëgjuar që po Po, bëhet futur gati në- ligji për të në legalizuar bordellot apo jo. Do ishte një gjë shumë e mirë. pa u futur në Unë detaje. vetë mendoj që do ishte një gjë e mirë. Unë mendoj kështu. Perspektiva e një vendi si pushimore e Europës, si modeli i Europës, nuk mund të premtoj zhvillim të madh ekonomik, sepse atje ku tashmë ekziston nuk sjell zhvillim të madh ekonomik. Ne kemi fqinj që kanë turizëm shumë zhvilluar. Për shembull, Greqia është një lider botëror në fushën e turizmit për shumë arsye. Ka turizëm historik, natyror, etj. Shumë. Ka shumë ishuj, ka shumë vijë bregdetare, ka histori, ka site arkeologjike e tjera, muze pafundë kështu. Dhe turizmi në Greqi, që është shumë i zhvilluar, ka standardet ndaja, ata kanë ndërtuar një ent publik në vitet 50 që ka drejtuar zhvillimin e turizmit, qoftë privat, qoftë publik. Dhe ata subvencionojnë tani Dhe ka çdo qenë- hotel, çdo ka qenë hotel që është në planifikim- anë të detit, subvencionon shteti çdo fillim sezoni. Ka qenë planifikim shumë i mençur. Ky plazh do të jetë për turizëm masiv, ky për turizëm elitar, ky ishull do të mbetet natyrë, ky do të zhvillohet, nuk ka qenë kështu kaotik, Qartë. siç po ndodh këtu. Megjithatë, megjithëse është shumë i zhvilluar turizmi në Greqi, krahasuar me shumë vende të botës, prapë në Greqi turizmi sjell, le të themi, 16, 17, 18 maksimumi % të GDP-s. Nuk është turizmi lokomotiva e Qartë, ekonomisë. ata dhe prodhon atje. Turizmi është gjithmonë një bonus. Është mirë të kemi në turizëm, unë s'jam kundër, por nuk mund të jetë turizmi lokomotiv. Turizmi është një bonus për ekonominë, shumë mirë ta bëjmë. Ti thua ky nuk bëhet dot e Atëherë. mirë ose prind sepse I mungon nafta thua ti. Jo, çfarë du të them unë është kjo, turizmi që po du ti. Se ky po shkon drejt asaj marr, pra mund të jemi pak me këmbë tokë. Ky po shkon drejt asaj më dha. Tani unë mendoj Dhe kështu. unë them që populli e do. Populli e do edhe pse ky ka kohë që e ka inxhinieruar zgjedhjet pra. Me 100 metoda ky I merr, edhe pse po të ishin zgjedhje në një vend normal, nuk do Disa kishte statistika që janë publikuar, që unë di lexova dje të paktën, A? diku mbi 45% e popullsisë në Shqipëri janë të varfër ose në prag të varfërisë. Kufite. Do të thotë që janë, le të themi, 2 muaj larg varfërisë. Po të mbeten 2 muaj pa punë, pa rrogë, me njëherë bien varfëri. Pra janë shumë afër Këto varfërisë. janë statistika. Po këto janë statistika. Po Tani, ndërkohë ta statistika bien në momentin kur ne të gjithë e dim se si jetojnë njerëzit këtu. jo, du të them një gjë tjetër unë. Pra realisht nuk ka shumë të varfër këtu në Shqipëri më armë. Tani, Janë shumë pak të varfër. Di pse? varfëria nuk është shumë relative kjo çështje. Ka një objektivitet në llogaritën e varfërisë. Se po të ishin ai shumë të varfër. Ti mendon që nuk do kishin dalë në rrugë. Çfarë do të thotë varfëri? Fakti që këtu nuk reagojnë. Fakti që këtu nuk reagojnë. Por nuk Fakti që këtu reagojnë varfrit askund në botë, çani. E ke gabim? Jo, shtresa mesme reagon. Shikon. Jo. Kush e mban, Varfër ngrihen rrugë armë. këtë demokraci apo këtë sistem të drejtave, në këtë Europë që ne e përmendëm me gjithë kritikat e të këqijat që mund të ketë, kush e mban? E mban shtresa e mesme, edhe në Amerikë. Shtresa e mesme sa ajo shtresë e cila çohet për drejtat e veta, çohet për rrogat e veta, çohet për drejtat e punës, për kushtet e punës e kështu me radhë. Varfëria, për shkaqe të luftës së mbijetesës që kanë në përditshmëri dhe për shkaqe të pasigurisë të së nesërmes, është më vështirë për të dalë. Kur del pastaj e djeg, po është më vështirë për të dalë deri te protesta. Ndërsa shtresa e mesme kudo në botë proteston e para. Edhe revolucioni franceze ka për shtresa e mesme. Andi Bushati, gazetar dhe shumë afër ideve tuaja të vetëvendosjes, më parë Sebastian. Çfarë do thoshi? Jo, kam të kjo logikë. Jo, Një PD antisistem. Bravo. Te një- A ta them, ta mbaroj me që fillova? Se këtu do thoshte Sebastiani ndoshta. Po, edhe këtë kisha. Atëre thuaje, po ta lutem. Më thënë jam të kjo lloj qasje. Ka dy diskure që po ndërtojnë. Diskuri I parë është Iki Berisha. Ky është diskuri I parë sepse çlirohet energji opozitare etj. Dhe ka qenë shpeshherë dhe e mori vetë PD-ja si qasje, mori Make Albania Great Again, mori MAGA-n e Trumpit. A duhet marri tani edhe një qasje antisistem si Donald Trumpi për të shkuar, le të themi, drejt një rekuperimi ose drejt një fitoreje përballë PS-s. Pra si e sheh debatin Tiki Berisha dhe si e sheh
një PD antisistem që shkon më shumë drejt trumpizmit. Dhe për ta kompletuar para se ta marrësh ti fjalën. Kjo ide e Bushatit, e cila nuk është ide që e ka hedhën përpara, nuk është se është hedhë tani, po tani hedhë në kontekstin e ri pas fitores mandatit 4 të Ramës. A duket realiste në momentin që ne e dim që një parti e cila ka qenë në pushtet për shumë vite me Berishën në krye, a mund të bëhet si pas te arbër antisistem, ndërkohë që kjo parti dihet, kur them kjo parti, jo gjithë partia, po elitat e saj, gjithsesi janë brenda sistemi dhe rrojnë me parate këtij sistemi. Janë miqë disa për oligarkëve të këtij sistemi. Mani leje ndërtimi, të tërthorta sigurisht, jo direkt në emrin e tyre, dhe jetojnë me këtë sistem. Pra, ideja e Bushatit, apo ndonjë tjetër, po Bushati artikullon dhe e ka me shumë pasion këtë gjë, po lexoja dje bile, që PD-ja tani nuk ka rrugë tjetër, duhet të kthehet në partinë e sistem. A është kjo e mundur apo jo? Pra, a është kjo parti që mund ta bëjë këtë gjë? Do mund ta kuptoja partia e sistem të kthehet, për shembull partia Arlind Qorit, këtë do ta kuptoja për shembull. Do ta kuptoja më po. E Berishës? Mendimi është ky. E para unë si e mendon ti këtë? Nuk pajtohem me ata që thonë a duhet tiki ky dhe të vi një tjetër. Pse duhet flasin gjithmonë a duhet tiki ky? Nuk është ideja tiki dikush, ideja është të shtohen të tjerë. Domethënë ideja është këtu në partit ku është vetëm një person, të jenë 4-5 persona, të shtohet numri personave. Sali Berisha është një person me kontributet e caktuara politike dhe ai si gjithë ne të tjerët do tiki kur ta mendoj vetë që do tiki. Po kush i nga puna me qef? Ne dedurojmë ne atë. Jo, edhe aju rikthye në një farë mënyrë se nuk është edhe që aju rikthye për shkak të situatës që ju krijuar. Por non grata ashtu me Homi Luli poshtë të gjitha këto. Mendoj që forcat politike duhet fillojnë të krijojnë fronte më të gjera, të afrojnë njerëz, të afrojnë energji. Ka shumë treja e tri ose edhe profesionistë. A bëhet dot PD-ja partia antisistem? Ka shumë treja e tri që janë në Europë ose që janë edhe këtu, që janë edhe në pozicionet punës. Mos prit që ata do të dalin gjë ngur. Janë pozicionet punës në shumë vende private, tjera apo publike, ashtu më radhë, dhe mund të mbështesin. Duhet gjesh mënyrën si angazhon ata. Unë nuk mendoj që këtu po mungon partia antisistem. Unë mendoj që këtu mungon një sistem pluralist partish. Nuk po më mungon mua ai që del jashtë sistemit. Mua po mungon sistemi. Këtu s'ka sistem pluralist. Këtu ka aktualisht një parti që po vazhdoj kështu do fitoj gjithmonë. Unë nuk mendoj që do të vazhdoj kështu, mendoj që do të ngjallen energji të reja. Nuk po kërkoj parti që të dalë jashtë sistemit dhe nuk mendoj që është koha e asaj lloj partie për këtë moment. Unë mendoj që dhe Lëvizja Bashk ka një vizion reformist për shtetin në Shqipëri dhe për shoqërinë, që është më socialist, ka vende edhe për atë në politikën tonë, patjetër për atë vizion. Dhe unë pajtohem në një mas me ta. Por partia kryesore që mban peshën më të madhe opozitare, duhet krijojë një energji të re, duhet hapet, nuk mund të jetë vetëm për një gard të hekurt që tashmë e din që janë. Duhet hapet për të një. Nëse listat i bën kryetari, në qoftë se tani ky diskuri ka dhe drejtën e tij te kjo te kjo. Kryetari duhet ta kuptojë dhe hapjen. Po pra, tani nëse kryetari kupton hapjen, nëse kryetari vendos njerëzit e tij, nëse është njësoj si Rama që vendos po njerëzit e vet, nëse kryesia është kjo që dua unë, nëse protestat bëhen vetëm me gur si dua unë. Rama ka vepruar pak më ndryshe. Rama ka bërë për shembull një gjë shumë interesante, me sa e kam parë unë listat. Në disa qarqe ku ka qenë rezultati i diskutueshëm për një më shumë apo një më pak, ka krijuar kushtet të një gare të fortë, në kushtet, po themi, të një konkurrencë të egër midis dy kandidatëve, brenda listës së tij. Kjo gare fort, ku secili ka dashur t'i tregojë tjetrit që unë jam i pari, në fund ka rritur partinë. Pra, unë edhe Sebi jemi në të njëjtën listë, unë punoj shumë dali pari, ky punon shumë që dali pari, ne i vëmë edhe stërkëmsha njëri tjetrit e bryla, po kjo gara jonë e rrit partinë në fund. Pra, një lloj konkurrencë brenda është edhe mirë. Nuk ka nevojë domethënë të jetë nëse të gjithë janë rehat. Konkurenca poshtë pra, po liderin nuk ka më asnjë ambicie. Po pse punon lista e hapur për listën e mbyllur tek shumica e opozitës? Tani këtu jemi duke diskutuar sistemin në Shqipëri. Kjo formula e sistemit në Shqipëri, sistemin elektoral. Formula e sistemit elektoral në Shqipëri është një lloj shaktimi, si më thënë. Ju në Kosovë keni 5% pragu? Jo, ne kemi totalisht listë hapur. Jo, po pragu është 5%. Pragu është 5%, që të mos krijohet fraksionizim i vazhdueshëm i sistemit. Pragu është 5% dhe me po është proporcional kombëtar atje apo? Po është proporcional kombëtar. Dhe s'ka lista të mbyllura Abu Dhabi. Se duhet pragu? Pragu duhet që mos krijohet një parti me 3 fshatra, a kupton edhe ka del një parti me 3 fshatra, kupton? Prandaj është pragu 5% dhe mendoj që duhet të jetë. Por proporcionali kombëtar e maksimizon votën e secilit, edhe i heq këto formula shformuese.
Tani, çfarë do të them është kjo që diskutimi mbi sistemin është një diskutim që megjithatë mendoj që duhet bëhet më gjatë dhe duhet bëhet publikisht, nuk mund të jetë çështje e dy partive. Se vota është e të gjithëve neve, nuk është e vetëm dy partive. Por duhet të dimë edhe një gjë tjetër që sisteme perfekte nuk ka. Në Shqipëri janë provuar shumë sisteme dhe gjithmonë ju kemi gjetë defekte, po jo të mira sistemeve. Në qoftë se, domethënë, perspektiva politike është që të keq përdoret sistemi, çdo sistem do keq përdoret. Po kjo logjika si duket që gjithmonë i vidhen zgjedhjet opozitës? Këtë nuk e kam ndjekur me vëmendje për të thënë diçka, po unë mendoj që partia që fitoi ka një rënje të votave, partia e dytë ka një rënje edhe më të madhe të votave, dhe këtu dështimi i Partisë Demokratike ka qenë edhe në mobilizimin e votuesve të vet, nxjerrjen e tyre deri te kutia e votimit. PS-ja ka një aparat goxha të fortë që i nxjerr votuesit e vet deri te kutia e votimit. Është ajo që kemi thonë patronazhistët, është një aparat që si duket është i lidhur me administratën, është një aparat që si duket përdor teknika të reja të komunikimit, i përdor në mënyrë kreative, kanë patjetër burime financiare, po dëgjoj që ka dhe lidhje me krimin, mund të jetë edhe kjo duhet parë. Elementi i ri pikërisht, elementi i ri ishte 4 ose 5 mandate tani, PS-ja i mori vetëm me njerëz no name, që nuk i njihte njeri, Elbasani, ku diun Durrësi, nuk e se ku ishin tjetër. Mund të jetë edhe kjo. Të cilët kanë marrë votat të paimagjinueshme. Për shembull, këtu duket që ka një grumbullim parash që do hedhin te ky kandidat. Mund të jetë edhe kjo. Unë pritet që dhe kjo është ashqare nga drejtësia, po mund të jetë edhe kjo, se është e vërtetë që janë disa kandidatë pa që bëjnë mua, e kupton, ata dallohen. Pra se thua, askush nuk e mohon më që nuk ka zgjedhje të rregullta në Shqipëri. Të gjithë e dinë këtë gjë. Ama kjo nuk është vjedhje vote. Kjo që po themi nuk është vjedhje vote. Kjo është skema se si ti e ndikon votuesin para sa i të votojë për të siguruar votën tënde. Në qofse në kod drejtësia të veprojnë. Në qofse ne në kod e ndalojmë ndikimin e administratës. Pra po marr një paradoks shumë thjesht çani. Vetëm se emisioni ka mbaruar, jemi minutat e fundit. Jepi. Një pyetje të fundit. Në 2013, kur ndryshon qeveria, ishim diku te 150.000 në administrat, 2025, 15 vjet më vonë jemi 200 sa mijë bashkë me shahat. Pavarësisht teknologjizimit dhe paksimit të qytetarëve, shqiptarëve që ikin, administrata sa shkon dhe zgjerohet shumë. Tani Spaku tha, unë tha do të punoj, tha në Elbasan, tha. Do të punoj në Durrës, do të punoj në Vlorë, do të punoj në Fier, në Dibër dhe kudo tjetër. Shohim persona të cilët, po e them në një lloj forme, po të hapësh Facebook-un ka 18 like, ka 18 like në Facebook, por ka 10.000, 12.000 vota, 5. Po dallohet ashqare pra që atje është. Si të duket kjo puna e Spakut, kur qëllimi kryesor është ta parandaloj, se po e fitova unë pastaj. Ka diçka, domethënë, drejtësia zakonisht vepron pasi që ndodh shkelja. Zakonisht drejtësia, për shembull, dënon vjedh nuk ka drejtësi preventive do të thotë. Por duhet të them këtë tjetrën që është vërtet kjo dhe mua më vjen keq sepse ndërkohë kanë mbetur jashtë mandateve parlamentare figura me kontribut publik dhe historik në Partinë Socialiste, për shembull, që flasim, kanë mbetur jashtë edhe nuk është që kanë hyrë sa të rinj dhe shumë mirë që po hyjnë të rinjt, po kanë hyrë të rinj pa kontribut publik, kjo është pak e çuditshme. Sepse ti për të marrë votat e njerëzve duhet të kesh një kontribut publik, duhet të jesh angazhuar me ta, duhet të kesh folur, të kesh dëgjuar zërin diku, të kesh shkruar diçka. Po kështu nga hiqi është me të vërtetë e çuditshme. Unë mendoj që kjo do të ngjallte dyshime jo konspiracionistit, po kujdo. Nga hiqi. Fiks. Të vjen shumë keq për ata që kanë kontribuar dhe kanë mbetur jashtë. Pavarësisht pajtohemi, spajtohemi, kemi simpati apo jo për ta, janë njerëz që kanë kontribuar, kanë qenë deputet, kanë qenë kryeministra, kanë qenë ministra, kanë mbetur jashtë. Rasti Pandeli Majkos ka qenë kryeministër. Kanë mbetur jashtë, janë futur domon. Kjo lë hapësirë për pikpyetje të mëdha. Por ta mbyllur emisionin do të bëj një pyetje Arbrit. Po do dua një përgjigje edhe nga ty Sebastian. Po. Edhe se sot falenderoj që bëre më shumë ishte në krahun tim që bëre pyetje. Arbër, Bashkimi Kombëtar tashmë një premtim i harruar i Kurtit e para dhe e dyta. Në qoftë se ndodhte ndonjë ditë, ti mendon kush do kishte hapërsinë? Rama, i cili pritet të ri shumë gjatë akoma në pushtet, nëse s'ka aksident rrugës, shumë gjatë. Apo, pra se thuash, me kryeqytet Prishtinën apo Tiranën? Kjo është pyetja ime. Duket është pyetje simbolike në fakt, po që do ta nënshkruaja ku dush vendosë kryeqytetin, unë ta nënshkruaj. Ndaç vendose në Korçë, ndaç vendose në Mitrovic, unë më herë do nënshkruaj.
Nuk ka rëndësi ku edhe s'ka rëndësi kush do jetë kryeministri për mua si Arber. Sa i përket dy liderëve, mendoj që ka shumë hapësirë të pashfrytzuar, ka shumë potencial të parealizuar, jo për bashkimin si akt epik, po ka shumë fitore të vogla që s'janë realizuar. Pra nuk duhet parë kjo si një akt epik. Ne duhet të rrisim, le të themi, të rrisim raportet ekonomike midis dy vendeve, raportet biznesore. Një gjë që unë duhet ta shoh të ndodhë është që biznesin nga Kosova të vinë në Shqipëri dhe të punojë pa probleme dhe biznesin nga Shqipëria të shkojnë në Kosovë dhe të punojë pa probleme. Po çmimet për biznesin e Kosovës janë më të lira në Serbi se sa këtu pra. Tani nuk e di në Serbi si është, unë nuk e njoh. Nga statistikë, nga shifrat që dëgjojmë, thonë që sot kosovarët, njerëz që merren me biznes, kanë më interes të blejnë mall në Serbi se sa në Shqipëri. Është rritur çmimeve ndoshta edhe të arsyeve të tjera që nuk e di. Ndjeshëm volumi edhe importit edhe eksportit që Kosova ka me Shqipërinë. Pra Shqipëria tashmë është partner tregtar ndërkryesorë të Kosovës. Dhe është në raste të rralla, nuk është i pari. Pari patjetër ka vende shumë më të mëdha, por nuk është Serbia para Shqipërisë. Jo, unë di që është Serbia, nga lajmet e fundit që kam parë. Me statistika zyrtare. Por unë them që kjo nuk mjafton. Unë e di që ka barriera të cilat ndonjëherë janë edhe të natyrës jo formale. Janë diskriminime të cilat nuk kanë më vend mes nesh. E para, kjo e dyta, janë disa projekte të përbashkëta midis dy vendeve, ku më i madhi është çështja e Hekurudhës, Durrës, Prishtinë, po edhe projekte të tjera që kanë të natyrës energjisë, natyrës infrastrukturore, ku Kosova dhe Shqipëria duhet të jenë bashkë, duhet të jenë aksionerë në këto projekte së bashku dhe duhet të ecin shpejt përpara. Unë nuk po them që bëhet me qëllim kjo punë, po pse që janë ca vonesa sikur harrohen këto punë. S'ka nevojë të harrohen këto punë. Edhe një herë, nuk ka rëndësi kush është lideri. Po para kush jetë te kjo janë të përbashkëta, janë financimi i përbashkët të dy qeverive. Nuk janë para të Europës. Jo. Edhe një gjë tjetër që duhet fillojmë ta kuptojmë. Ne nuk mund të jemi gjithë jetën lypës. Do ne si shqiptar nuk mund ta mbajmë dorën kështu gjithë jetën. Apo na jep Europa, apo na jep Europa. Duhet fillojë që ne si qeveri të vendosim buxhetet tona në funksion të zhvillimit. Patjetër që ndihma është e domosdoshme dhe e mirë pritur. Po ne duhet kemi programet tona zhvillimore, si çdo vend tjetër normal në botë. Nuk mund të jemi ne vetëm lypës, edhe pse s'po zhvillohemi. Nuk zhvillohesh dot si lypës. Si lypës, lypës. Nuk mund të jetë shteti lypës. Unë kam natyrisht empati njerëzore me lypsin, po shteti s'mund të jetë lypës. Kombi s'mund të jetë lypës. Sebastian? Kur ishte kjo çështja e Kosovës, po themi nga lufta e dytë botërore, komunistët thanë që do e zgjidhin brenda ish Jugosllavisë. Nuk u zgjidh. Për bashkimin kombëtar po flasim. Po, do e zgjidhim aty. Sot po thonë që do e zgjidhin Bashkimin Evropian. Nuk zgjidhet as në Bashkimin Evropian. Është një detyrim që lind, është një amanet nëse do ta quajmë në një formë figurative. Është një formë epike që vjen për të pasur rentabilitet më të madh edhe ekonomik, për të pasur edhe një lloj areali më të fuqishëm gjeopolitik. Në epokën që kemi hyrë në epokën e identiteteve të forta. Pra Trumpi kërkon Amerikë më të fortë. Le Peni kërkon Francë më të fortë. Meloni kërkon Itali më të fortë. Por kjo është epoka e identiteteve të forta. Unë besoj se Kosova ka nisur të rend me këmbët e saj për të përmbyllur një detyrë historike që është përmbyllja e shtetësisë, që është gjë shumë e rëndësishme. Përmbyllja e shtetësisë është hapi i parë. Pra jemi larg apo akoma? Larg jemi, por jemi larg edhe për një problem, për një gjë tjetër. Elita politike, kishim për kujtimin e Ukshin Hotit para do ditësh. Elita politike dhe elita kulturore në Tiranë dhe në Prishtinë. I përmbahen një premise që jemi shqiptar, por nuk i përmbahen një lloj strategjie për të ndërtuar infrastrukturë kulturore, politike dhe infrastrukturë më të gjerë të përbashkët. Kësaj detyra lind nga kushdo prej nesh, spari, është ajo që bën ti në çdo emision që thuan nëse doni tikni nga Shqipëria shkoni në Kosovë. Do ta bëj tani prapë. Kjo është e para që ndodh. E dyta është për atë që punon në një akademi dhe në një institut të ndërtojë një infrastrukturë me një akademi apo një institut atje. E treta është për atë që punon në një ministri për të ushtruar një shërbim civil, ai ne në Kosovë, ata këtu tek ne. Dhe e katra, kaloi periudha e romanticitetit kur ne dashuronim Kosovën sepse nuk e pam dot dhe ata na dashuronin ne sepse ne u mbyllëm komunizëm. Ra miti. Tashmë miti ka rënë.
po e njohim shumë mirë njëri tjetrin, po martohemi, po fejohemi, po zihemi, po rrihemi me njëri Po kuptojmë tjetrin. diferencat? Po i kuptojmë diferencat. Uroj që kultura e ndryshme politike, ku ato janë më revolucionar, kanë bindje më të thella politike se ne, në 50 vjetë, për shumë në 60-ën, Adem Demaçi do të tjerë krijon dhe lëvizjet e tyre, dhe kishim pamundësi krimin e lëvizjeve. Qofse do marrim Adem Demaçin me ish kryetarin tonë të partë parlamentit, janë dy forma të ndryshme se si u tentua të shkojë te socialdemokracia. Kështu që nëse njëri ra në burg se donte Enverin si një lloj ideali për kombin, tjetri ra në burg sepse urrente Enverin për atë çka i shkaktoi kombit. Në këtë kuptim këto lloj dallimesh ka ardhur koha të ngrihen në nivel studimor. Nacionalizmi sot po ridefinohet në të gjithë botën, duke u ridefinuar në të gjithë botën, duhet të ridefinohet edhe në kombin shqiptar. Ne i kemi burimet njerëzore, mund të shkojmë drejt një federate, mund të shkojmë drejt një konfederate, mund të bëhet konfederat më e gjerë ballkanike, por ndërlidhja është e para midis nesh. I papari, Sebastian. Dhe para sa mbyllim o Arbër, në këtë betejë të re, në këtë epokë të re që kemi hyrë, kur sot nuk flitet më në fakt, jo vetëm në Europë, por në gjithë botën për të majtë dhe për të djathtën. Këto e majtë dhe djathtë tani duken si old fashion. Flitet për sovranist, pra nacionalist dhe për globalist. Rama është më shumë globalist se sovranist apo jo. Bën sovranistin në momentet të caktuara, i bie grekut, ata janë armiqtë e tjerë se i duhen votat. Po në thelb, Rama është i lloj Macroni apo jo. Është një liberal, është ajo që tha Arbëri në fillim, pa asnjë bindje, pa asnjë ideal. Ndërkohë që Albini është më shumë sovranist se sa Rama, se sa globalist apo jo. Në këtë betejë thua ti Arbër, dhe në këtë trend që po kemi hyrë, kush e fiton betejën mes të dyve? Po sa më shkurt. Shumë shkurt. Globalizmi ka arritur limitet e veta dhe e ka parë që nuk mund të çojë dot ekonominë më tutje. Pra problemet janë ekonomike, në radhë parë. E dyta, sovranist ka të majtë dhe djathtë prapë. Unë kam problem me ata që thonë nuk jam as i majtë as i djathtë. E kam një problem duket pak se ka një hilet madhe mbrapa kësaj shprehje. Tani, unë mendoj që Albini përket qendrës majtë dhe natyrisht Albini është e ka qasjen e tij kombëtare. Sa i përket Kosovës dhe Shqipërisë, nuk është çështja e Albinit këtu as çështja e Edit. Kosova dhe Shqipëria do detyrohen nga rrethanat, nëse nuk detyrohen nga qefi, do detyrohen nga zori. Po kush detyroi pra? Elitat e bëjnë këtë. Jo elita, shiko, këtu gjeopolitika që po ndodh është e çuditshme, çfarë po ndodh këtu afër nesh. Serbia, unë isha në një konferencë ndërkombëtare para një jave, profesorët serb po thonë, Serbia po shkon për 2 vite po vazhdoi ashtu do të jetë Bielorusi. Që do thotë? Që do të thotë që Serbia po bëhet një faktor shumë i rrezikshëm për rajonin. Këtu nuk do keshti më luksin tush, a keni qef të bashkojnë? Zgjatimi Putinit do thoshti. Po edhe zgjatimi është edhe sot ajo. Zgjatimi është edhe sot, po zgjatimi tillë që mund të shkaktojë trazira. Nuk jemi ne më të rrezikuarit, nuk është Kosova e rrezikuar apo Shqipëria në radhë parë, është Bosnia dhe Maqedonia. Por megjithatë ne jemi këtu. Maqedonia e Veriut do thotë. Po, ne jemi në këtë rajon. Ne jemi në këtë rajon edhe pse është Maqedonia e Veriut më e rrezikuara? Se mirë Bosnia e kuptoi se është Republika Serbska. Unë nuk dëshiroj që tjetë rrezikuar, po them, situata e ndikimit të Vučićit në popullatën e Maqedonisë Veriut, gjithmonë flas për pjesën slavo-ortodokse, është i tillë që ai mund të ketë impakt dhe ndikim dhe të krijojë atje trazira apo lëvizje. Se gjithë Ballkani shkon luftë po preke Maqedoninë. Pastaj ka dhe një tjetër që edhe linjat të caktuara të nëndeshme. Linja është e Greqisë, kujdes. Linjat të caktuara të nëndeshme të bizneseve gjysmë formale ose jo formale, që kanë origjinë nga Moska, po ashtu shtrije në këto shtete, te Kosova dhe te Shqipëria nuk kanë shumë ndikim. Edhe Malizi ka një nivel të ekspozimit nga ky rrezik, sepse ka kapital rus aty prezente, ka megjithatë ndikim. Janë disa parti aty pro-serbe që më shumë kontrollohen nga Moska se sa nga Beogradi, duhet me ditë, ato janë pro-serbe, po më shumë janë pro-ruse se pro-serbe. Kështu që ky është një lloj rreziku më le të themi preeminent, por Kosova dhe Shqipëria jemi në këtë rajon dhe bashkimi i faktorit shqiptar sjell siguri për rajonin. Po ti thua se ku do bëhet, në fakt është shumë larg. Unë mendoj që nëse se pin vet do na detyrojmë ta bëjmë. Po do bëhet me luftë, nuk mund të bëhet në paqe. Do na detyrojmë partnerët tan, po themi gjeopolitik, duke filluar nga Amerika, do na detyrojnë ta bëjmë nëse se bëjmë vet. Sep ta mbyllim? Arbër u kënaqja shumë. Faleminderit shumë për pjesën. Unë shpresoj që të shihemi prapë, pa të munduar gjithmonë Tiranë se ti ke punë në Kosovë sigurisht, po mund të lidhem me Skype për pasera. Patjetër, me shumë kënaqësi. Ishim me Arbër Zajmi, zonja Zotri, një bisedë e veçantë që nuk do të shpesh në këtë emision. Arbëri është një nga
Mendjet që duhet lexuar dhe që duhet dëgjuar, mund të kapni në Facebook, në faqen e tij në Facebook, mjafton shkruani Arber me i apo me i? Me i. Me i, Arber Zaimi. Ndërkohë që Sebastianin e kemi tu në Tiranë, gjithashtu mund ta kapni në faqen e tij në Facebook, Sebastian Zonja. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit shumë. Sebastian, faleminderit. Kënaqësi. Ne bashkëtokohemi nesër, po para se të iki dua t'ju kujtoj. Të gjithë ju që mbrini tani dhe që thoni me vete, aman, si t'ja bëjmë? Nuk krihet më. Duam të ikim. Po ku të ikim? S'ka nevojë as Gjermani, as në Francë, as në Itali, as në Amerikë, jo më jo fare, as Zeland 3. E keni shumë afër më. Është në Kosovë. Në Kosovë, shkoni në Kosovë. Është një vend normal Kosova. Oh, just how through